ishte njëri gone pejgamberit Muhammed a.s. shkon me blet diçka në një, sot quhet market, në një vend që shiteshin ushqime. Në atë vend shiste ato ushqimet një vajzë e re. Ky djalë i ri. Dhe duke parë ushqimet, duke parë gjërat, u afruan me njëri tjetrin. Dhe duke vazhdu sikur ky do blente, edhe u përqafuan me njëri tjetrin. Pra, kalun goxha kufi. Pejgamberi gjallë, salavatullahi wa salamu alaihi. Pejgamberi gjallë. Edhe ky mbasi bori gabime, reflektoi. Tha stakfirullah Zoti i madh. Islami po na zbret, pejgamberi Muhammed a.s. aty, kurse unë po e bëj këtë veprim. Djali i ri, fatkeqësisht, burra në mosh pa e bëjnë këtë. S'po dim gjykoj motrit, Zot na fal, ç'bo ko e keq. Zakonisht tregimet e të kaluarës vijnë për të ri. Sot s'ka më mosh. Bile s'duke hyrë në mosh pak më cellë, nga herë duke u bë pak më keq. Hecë edhe ca vite që njeriu duhet reflektoj, bëhet prind. Zot na fal, njëri është bërë gjysh më keq se kur ishte bab, e më keq se kur ishte i ri, që s'kishte familje. Pse? Se mungesa besimit ke i madhi Zot, mungesa besimit ke bota tjetër, miku jeta thot, bëj dhe shbëj këto 2-3 vjet. Edhe shejtani bën mashtrime të mëdha. Po ç'a ndodhi gjë? Gjinafi është shqisoj si për të riun, si për moshën e mesme, si për moshën e thyer. Po ç'a ka i gjë? Ai mëkat është, po ke i riu është i natyrshëm dhe ke mosha që e ka kalu moshën e adoleshencës së trinis është gjë shumë e shumtuar. S'po flas më për gjinafin, po flas në pamje. Tash më kam fillu thinjat, tash më je bo prind, a Zot na fal je bo ndoshta gjysh, edhe bën gabime si me qenë adoleshent. Adoleshentit kur e bën është gjinaf, po është i ri. Ulemat kanë paston më përpara që rinia e pa udhëzuar është një pjesë e çmendurisë, se nuk ka eksperiencë dhe njeriu merr kot. Tani isha duke ardhur me makinë, kaloi një para, ishin atë 3 ndrun, njëri iku, tjetri nga mbrapa, desh me dal para, kishte thik në dorë. Edhe tu bo shaka si ku pe angulte atij. Edhe ai që isha unë mërzit, jo i thash se është një shprehje e hershme islame që rinia është një pjesë e çmendurisë kur si e udhëzon. Ai shkret inshallah Zoti e udhëzon. Unë për shembull jam fut në islam shumë i ri. Pra që kam fillu praktikën 16-17 vjeç, nuk i kam kalu këto, por e di që po mos isha e udhëzuar në islam dhe po mos isha me mësimet e Zotit, njëjtën gjë do bëj edhe unë. Pra mos paragjykojmë, po të lutemi për udhëzim, se rinia është një moshë delikate, por gabimet mund të pendojmë në çdo moshë, po është një moshë tani që duhet me pas kujdes. Jo me menuj që as do vdes, e të bëj se kam dhe i qik fuqi të bëj diçka, nuk shkon më, po kur jenë atë moshë duhet me menduj që prindrit duan që ti të punosh që ti mbash, fëmijët duan që ti të punosh që ti shkollosh që ti mbash, edhe bashortja pret riskun që po të çotin në shtëpi. Nuk shkon më. Dhe kur e bën një të keqe, ndiqje me një të mirë sa ajo e fshin atë, dhe ky djalë i ri e boni një gabim. Pra u përqafua, u afru me atë vajzën që se kishte bashortje. Dhe u pendu tha stakfirullah i madhi, Zot më fal. Edhe shkoi takoi pejgamberin Muhammed a.s. Dhe i tha oj dërgumi i Zotit, unë e bona këtë veprim. Tani një që se ka kuptu islamin, apo Zot na ruaj, një që menon që islami është ekstremizëm, edhe një jashtëm që s'është i joni thot, pejgamberi ka nxjerr shpatën dhe e ka vra. Një që se di që islami është feja mëshirës, e dashurisë, e mirësisë, thot, pejgamberi ti thush isha me i vajzë 3 dhe e përqafova, o Zot, janë ngreç shokët e vetë kanë vranë çast. Ai që s'ka kuptuar islamin real. E pejgamberi e dëgjoi dhe s'pati koment.
i djali i ri shkoi ke i vajzë e re, ajo vajzë e re është vajza e një babai dhe një nënë. Ky djali i ri shkoi u afroi për qafoi dhe ky është djali një familje. Ai ishte i veprim që profeti mbeti pa fjalë. Po Zoti mbeti pa fjalë. Zoti i mëshirshëm dhe i gjithfuqishëm dhe i gjithpushteshëm dha zgjidhje. Ky djali i ri ja tregoi pejgamberi nuk foli, nuk kishte koment. Sa akoma s'kishte ardhur i gjithë Kurani dhe për çastin mbeti pa fjalë. Nuk ju përgjigj, nuk i tha asgjë. Pra u fut mendime. Ai djali i ri filloi të hiki, zbret Xhebrail Amini. Zoti i gjithësisë zbret Xhebrail Aminin. Edhe i zbret ajetin e Kuranit. Innal hasanati yudhibna sayiat, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Të veprat e mira i fshin veprat e këqija. Kjo është një këshill për ato që duhet të marrin këshill. Dhe pejgamberi alayhis salam e thirrri atë djalin e ri. Tha afro, se tani ka përgjigje. Zot na ruaj ai hoxhi rrep sot me i ardhi djali i ri me i thon kështu. Shiqyr që si thot qafir. Nuk është kjo feja jon. Plus në kohën tonë, plus në situatat tona, plus që feja me zore dëgjojnë njerëzit se dëgjojnë lloj gjërash tjera. Lloj kocirash tjera. Lloj gjërash pa vlerë tjera. Atëherë duhet të jemi akoma dhe më tolerant dhe të mirëkuptojmë njerëzit tonë dhe të gjejmë format e duhura që të udhëzohen në Islam, ta besojnë madhin Zot që i krijoi, se nuk ka fatkeqësi më të madhe të jetosh sipërfaqe të tokës, mos dish kush krijoi dhe kur nuk e din kush krijoi, nuk e adhuron dot, kur nuk e adhuron dot, s'ke bërë qëllimin për cilin je kriju, kur s'bën qëllimin për cilin je kriju, s'fiton as te bota as botën tjetër, as mirët e kësaj bote, as xhenetin e përjetshëm. Çfarë vlerë pa jeta? Pra hum kuptimi i jetës. Del jashtë qëllimit. Është çështje shumë e rëndësishme.